Vizita me rastin e Pashkës zhvilluan edhe përfaqësues të politikës si dhe të institucioneve vendore në Shkodër, me mesazhet për sa më shumë paqe dhe harmoni. Ata uruan besimtarët katolik në këtë ditë të shenjtë. Ju uroj patjetër në këtë ditë gjithë besimtarëve gëzuar Pashkët katolike. Në qytetin e Shkodrës, qytetin e traditës edhe bashkëjetesës, patjetër kjo festë merr një kuptim të ri, duke na dhënë edhe mesazhin e traditës, besimit, solidaritetit, dhe patjetër le ta shfrytëzojmë këtë ditë që të përpiqemi që të jemi më të mirë dhe më të bashkuar me njëri tjetrin. Dua të uroj gjithë besimtarëve katolik gëzuar Pashkët, qoftë një ditë e mbushur me gëzim dhe harmoni për familjet e tyre. Këtë ditë kam privilegjin të uroj gjithë besimtarët katolik, pikërisht këtu nga Shkodra, dhe kjo ka domethënie, sepse Pashka mbar dhe përcjell një mesazh përjetshëm që Zoti e solli midis nesh nëpërmjet birit të Tij, Jezu Krisht, që e mira e vërteta triumfojnë përballë skeqjes, përballë gënjeshtrës, përballë vdekjes, dhe gjithmonë njerëzit e duan, e presin me shpresë dhe besim të mirën dhe të vërtetën, jetën dhe çdo gjë të bukur që Zoti ja ka falë. Sot është një ditë që na bashkon të tanëve bashkë. Uroj me zemër besimtarët e krishterë, gëzuar Pashkët, qoftë një ditë plot bekime, harmoni, begati për të gjithë besimtarët në kudo që jetojnë. Së bashku me urimin për këtë festë madhe në emrin e Partisë Socialdemokrate, në emrin e këshilltarëve të Partisë Socialdemokrate dhe veçanti në emrin e deputetëve të Partisë Socialdemokrate, uroj gjithë besimtarët katolik kudo që ndodhen gëzuar dhe për shumë në ngjalljen e Jezu Krishtit. Ndërsa pjesë e vizitave për Pashkën ishin dhe drejtues, por dhe pjesë të stafit dhe lojtarë të vllaznisë, të cilët dhanë urimin e tyre për besimtarët. Në këtë ditë feste, duhet t'uroj gjithë besimtarëve katolik gëzuar Pashkët. Unë personalisht dhe nga klubi i futbollit Vllaznia kemi marrë për vizitë, siç e kam përmendur më përpara, Vllaznia është një familje e madhe, dhe duhet t'i uroj çdo tifozi ku që do gëzuar me përshëndetje këtë ditë. Përshëndetje gëzime e tanë shkodranëve, jo vetëm katolik, po sepse kjo është një festë mirësie për çdo familje. Ju uroj veçmarrësi në familjet tuaja, kënaqësi të jem këtu sot, edhe inshallah për tanë Shkodrën, për nesër ekip, po edhe për tanë Shkodrën veçmarrësi.